thënë që neve kemi pasur raste, se tani po kalojmë edhe për të... Po, biseda është e mirë. Po, neve kemi pasur raste në punën tonë që vetvetiu familja, se do flasim edhe pak më poshtë për familje. Familja nuk arritur ta kuptoj këtë gjë, që duhet bashkëveproj me ne për të rritur dhe ajo ndjeshmërinë e saj, bashkëveprimin e saj, pjesëmarrjen e saj, që të bashkëpunoj dhe të bashkërendoj dhe ajo jetën e saj, sepse nuk është vetëm individi i varur, është dhe familje që ka filluar ta pranoj këtë gjë, ta lejoj, ta ndihmoj, ta mbuloj deri diku, nëse flasim për këto veset e gjëra. A është i vështirë bashkëpunimi me familjarët? Se gjithmonë kam përshtypjen, sidomos nënat, për djemt. Ke godit në shenjë dhe ke prekur pjesën më të rëndësishme në fakt programit tonë. Ne shohim dhe evidentojmë që në fakt nënat janë faktori kryesor në ndryshimin e jetës së një burri, se programi jonë momentalisht është vetëm për burra, ka indikim të jashtëzakonshëm. Nëse nëna ka arritur të bashk punoj me të birin, ose po themi dhe bashortja me bashortin e vetë, për ta bindur për të marrë një hap jetë ndryshues, kemi parë sukses. Ashtu si që kemi parë që në përgjithësi, ne burrat shqiptar, jemi të përgdhelurit e nënave, edhe fjale e tyre ose ëmbëlsia e tyre shpesher na ledhaton aq tepër, sa që ne nuk na pëlqejnë strukturat, kështu që ne duam të largohemi prej tyre. E tillë është edhe në programin ton. Ato familje të cilat bashkëpunojnë me ne ngushtë, ne kemi parë që fëmijët e tyre janë shumë të suksesshëm, madje disa prej tyre sot janë kthyer në shembull në komunitet. Individët cilët japin lirshëm intervista nga më të ndryshme, duke mos e mohuar jetën e tyre të vjetër, por duke treguar se sa vështirë ishte ndryshimi dhe çfarë vlere ka kjo jetë e re. E njëjta pyetje edhe për ju, Oltion. Është e vështirë bashkëpunimi me familjen?